Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Për të bërë sa thashë theme tjera, të flasim pak për Arbanën, për Eduardin, largimi i tyre i menjëhershëm nga televizioni Vision Plus, nga platforma Ferma VIP. Çfarë ndodhi më konkretisht me këtë çift? Në atë formë. Pse Arbana nuk është në asnjë intervistë më pak në televizioni Vision Plus për të folë për atë eksperiencë të bukur që ajo kaloi, për ato emocione dhe për atë fermë. Çfarë ndodhi në fermë? Pse gjithë ato ditë më pak, domethënë nga 181 ditë? Ka patur pyetje të shumta, ka patur hamencime të ndryshme rreth Arbanës edhe Eduardit. Tani unë dua pak të flas për këtë historikun mediatik, le ta themi. Tani, Vision Plusi nuk është produksioni që bëri kontratën me Arbanën. Vision Plusi ka kontratën me platformën e cila e sjell Ferma VIP tek publiku. Do me thënë, Ferma VIP është produksion më vete. Nuk është produksioni televizionit Vision Plus, është produksion më vete. Dhe këtë herë, platforma kryesore, regjin ja besoi Eduard Grishe, do të thënë producenti kryesor ishte Eduardi. Tani Eduardi ndërtoi ekipin e tij të punës. Do me thënë, ekipi u ndërtua nga Eduardi, jo nga televizioni Vision Plus. Olta gjithashtu do me thënë, ishte pjesë e produksionit të Fermës VIP, që ta sqarojmë do me thënë. Më pas, transmetimi i dhënë në televizionin Vision Plus është krejtësisht tjetër gjë. Do me thënë, transmetimi është rrugë më vete, platforma është rrugë më vete, Arbana Osmani është rrugë më vete. Dhe Arbana Osmani ka patur një kontratë të nënshkruar, në kontratën e cila, siç duket, me patjetër që nuk është përfshirë televizioni Vision Plus. Transmetimi ka qenë në Vision Plus. Arbana Osmani nuk është gazetare e televizionit Vision Plus. Arbana ka patur kontratën që nga dita e parë deri në ditën e finales. Dhe është më se normale që Arbana të mos të jetë pjesë e intervistave, që Arbana të mos të jetë pjesë e festave, që Arbana të mos të jetë pjesë e asgjëje. Tani, në njerëzore, a duhet të shkonë Arbana? Me patjetër që po, sepse ka kaluar një periudhë të gjatë me ato fermer, ka ndarë momente të bukura me ato fermer dhe çdo keq që kishte, në qoftë se Arbana Osmani do të ishte pjesë e manifestimit të tyre, do të ishte pjesë e suksesit të tyre, do të ishte pjesë e rrugtimit të tyre. Por Arbana ka përzgjedhur që të ketë një pushimin e saj, të çlodhet nga e gjitha e lodhjes, sepse ishte lodhje shumë e madhe, të argëtohet me familjen dhe të festoj suksesin e saj, sepse Arbana edhe një herë e dëshmoi që në këtë drejtimin është nona, në këtë drejtimin është e suksesshme, ndaç Arbana, ndaç Eduardi, çfarëdo që t'i jepet në dorë është sukses i garantuar.